Çfarë mesazhi kërkon të jap SBA-ja në këtë rast kundrejt Edi Ramës? E di vete, çfarë mesazhi po japi. Tani për tani po i shef kurrizin administratës amerikane. Do të jenë sigurt. E dyta, a e dini që një pjesë e madhe bile edhe politikanë që ishin atje nuk e njihnin fare Shqipërinë? Do të thonë që të hiqesh kaq i rëndësishëm në këtë vend vogël, në këtë fshat i quhet Shqipëri, ndërkohë që një pjesë e madhe e botës nuk e di fare ku ekziston e çfarë je. Pra ne jemi peng një loje provinciale. I figurave dhe karagjozve provincial, që në fushën ndërkombëtare janë lëpirësa dhe asgjë më tepër, edhe do ta shihni mirë që nga këto zgjedhje nuk ka dalë asnjë fituar. Nuk është gëzuar as fituesi as ai tjetri. Se këto janë artifica, nuk e mban dot me zor. Është mbushur kupa. Shqipëria do shkojë te ndryshimi. Tani u plakën, u thinjën, u krusën në qafat tona. Dhe dolën me ca flamuj të rinj për kundër atyre që kanë bërë vetë deri dje. Pra, Berisha kundër 4 mandateve ti, 2 president dhe 2 kryeministër, ky kundër 3 mandateve, pak a shumë. Unë nuk di, po pse, po mirë, çfarë kam unë tani? Dakor, unë jam çmend, po çfarë kanë edhe ca të tjerë që nuk ndjen lumturi brenda vetes. Po si ka mundësi që nuk lumturohem unë, mos e shoh Ramën pushtet dhe Berishën pushtet. Pse ta bitem valla, që ne nuk lumturohem. Për çfarë duhet mua se kush është pushtet si qytetar? Ti nuk përmbush kërkesat e mia, që unë i mendoj që duhet përmbushur. Dhe unë nuk shoh që ti drejton me pasërti, se drejtorët e tuaj futen grisur edhe dalin miliarder. Leti bëj një veting administratës. Sa miliarda janë vjedhur? Me gjithë person, sa persona ke pas drejtorët tani janë biznesmen? Filloj që nga 90-ta. Në të gjithë ndërmarrjet që kanë qenë. Mos them që edhe i privatizuan ndërmarrjet më pas. Edhe kur e merr tjetrin drejtor nga një ndërmarrje, edhe këtë mundësisht në vizoje bëhet bolt, nga një ndërmarrje, e çon ministër, i rrimin e ka ndërmarrje të lejë njëri tjetër ta marrë dhe atë. I duket sikur është i tij. Kështu i duket dhe Ramës, koltuku kryeministrit, kështu i duket dhe Berishës. Ajo që kanë. Berisha ka edhe xhelozie se ka qenë vetë aty në koltuk. Nuk ka marrë koltukun tim, thot. Nuk thotë ky është posti kryeministit i Shqipërisë. Të dy bashkë, kur kanë hyrë politikë, kanë menduar si të përjetësohen politikë. Ndërkohë Rama nuk duke pa se është gjë e keqe servilizmi, servilizmi të shmen. Edhe ja them publikisht, ore zboj servilet e ndyrë, zboj ata zgjyra të karakterit njerëzor. Po çfarë i mbamës ato të japin imazhin e rrem sigurie ti Zoti, domethënë. Edhe i ka shkatruar nocionin më. Të shkatroj nocionin. Prandaj nuk duhet pranuar një njeri i cili të lëpijet. Edhe kur tjetri thotë, ore ti je burri i mirë, ti thuaj inshallah Zoti më bën në nivelin e lëvdimit tënd. Edhe i ka shkatruar komplet nocionin këtij personi. Dhe ky e di që shqiptarët janë të lumtur që ta shohin, ta dëgjojnë, jo më për mrekullirat e tij. Dhe çfarë mrekullirat? Ajo që ndodhi pardje. Çfarë mrekullirat? Ajo banda me 7 veta të 7 me armë brez në gjirin e Lalzit. Edhe policia bëhet keq që Romeo Kara të ruaj jetën e tij privatisht. Kjo policia krimit bëhet keq. Ajo banda atje nuk ka dalë pa garancinë e policisë. Jeni të bindur ju. Kështu që ne kemi shumë probleme. Kur të kriminalizohet gjykata, prokuroria, policia, çfarë na ngelin në shqiptarëve? Ti luasim këto tani të punojnë kundra vetes tyre. E kuptoni që nuk bëhet kjo punë, ti luasim këto dy banda të partijake që janë kokat e këtyre tjerave dhe garant këtyre tjerave që bashkëpunojnë pastaj me një tjetër sistem. Aman e jepni pak drejtësi. Edhe pa mbaruar mirë zgjedhjet
suleni ke spaku me dhe me, po ta marrin dhe spaku fare. Ta marrin dhe çdo shqiptar dali mal tani. Ka nga i mal aty, dali mal dhe mos bindet fare domethënë. Mos ta njohim as autoritetin e policisë, qofse vazhdon kështu, as të ministrisë, as të Ramës, as Berishës, e të bëhet gallat. Më mirë vdesim kështu me gallat, po që për gallatën tonë. Jo me gallatën e këtyre ç'a them unë. Ti shajmë pasaj të thonë që ky po na përdor, as çyryks janë këta, nuk e meriton as janë çyryk. Avokat, Edi Rama nuk ka humbur kohë sa po ka fituar zgjedhjet dhe edhe një takim ministri i drejtësisë, në një takim që ka pasur me kreun e SPAK-ut Altin Dumani, ka propozuar disa formula të caktuara për korrigjimin e sistemit të ri drejtësisë, gjë që synojnë kontrollin e këtij sistemi. A mendoni se Edi Rama... Po asgjë më nuk do t'i bëj, asgjë. Asgjë, ka dosje që priten të hapen shpejt. Dumani do t'jetë i pështirë nëse do t'i bindet urët e tyre. Dhe ka bërë gabim që këto 3 muaj s'ka hap dosje. Ka qenë me ta për mua 100% në kompromis për t'i lënë të qetë në zgjedhje. Nëse Dumani nuk e bën këtë punë 100% i devotshëm, i shtyr nga ligji, më mirë t'hiqi. Por t'jem atje nuk do të kjo punë. Nuk ka. Drejtësia garantohet vetëm nga ndarja pushteteve. Dhe të hapi dosjen. Me që këta i shkojnë për presion, të hapi 184, 33, çfarë tjetra, t'i hapi tëra. Mos rrin atje. Dhe jo gjithmonë një ministri e shkon vetëm një prokuror. Dumani, si që kam drejtuar vëmendjen time ke politika dhe ke Dumani, do vi tjetër të themi bëll. Se nuk kemi besuar këtu për të mbyllur syt, për bërë kompromise politikën. S'kemi besuar t'i krevësh Bishin, as Ramës, as Berishës. Është aty, duke kishë mbaruar punë me ta, me gjithë. Si zhvajti ai Delengjiu tjetër atje, ka 8 muaj në burg, me ta, kështu duke kishin dhe këta. Po që është kjo më? Ne nuk kemi një ministër që të futën në burg duke qenë në detyrë. Ky është kompromis. Kjo s'është drejtësi. Pra këta e kanë lejuar që një lloj koncesioni mbi drejtësinë ta ketë ai që është pushtet. Dhe prandaj thot Berisha, qeveria Ramës, edhe nuk thot fakte, se ai di mënyrën se si punohet. Se këta kanë familjar, po kanë dhe njerëz biznesmen, po kanë dhe interesa tjera, se vetën e tyre siguruan. Tani ky është presion. Që ata të mos vazhdojnë më tej. Unë mendoj që pikërisht përballen me presione. Sfida e përditshme me këto presione është lufta. Nëse ai nuk e bën, atëherë ti themi popullit, edhe dumja nuk është për të punë, dile valla, 5 veta që janë për drejtësi, dalin për drejtësi. Dalin me gurë si Palestinaj, ç'a të bëjmë? Ore ne duam drejtësi. Dhe përgjithësinë për zgjidhje të llojit tjetër do ta mbajnë këta. E po kështu tani paga pa fund, roje pa fund, edhe duke u matur, po ç'a po matesh? Është turpë, na bën kashillik. Drejtues korporatash na dalin para syve tani me biznesmen, ndërtimi, edhe unë e di shumë mirë se po ç'a janë ulur, si janë ulur, e kush ka qenë ky parë se ti ishte drejtues korporate, e vjen puna, çfarë të bëjmë? Se nuk dalin para Dumanit edhe para Ramës, po dalin para nesh, se ne jemi populli i thjeshtë që jetojmë në rrugë. Edhe hajde të durojmë tani këtë biznesmenin e ndërtimit, që s'lidh dot 2 fjalë tani, po që ka qenë drejtues i madh, administrator i madh shtet, që s'ka lënë kusur, që ka zhduk dhe eron 500 nga qarkullimi në kot vet. Ç'a them unë tani? Dhe to i mbyllin syt se ky është ç'a ti bën tani, kjo është natyra, ky është shteti tani. Unë s'mbaj përgjegjësi se këta më han pas kurrizit. Po ne na zhbush kupa. Po kështu me sot me nesër 12 vjet i kaloi ky, e ca tjerë ai, ja ku jemi mas 35 vjetësh turpi dhe shpërbërje morale, ekonomike edhe gjithë tjerë.